Shikues të nderuar, ju përshëndesim sërish në edicionin e ri të video podcastit Jehona. Sot e kam përballë një mikesh, një artiste jashtëzakonisht e talentuar, e cila e bëri rrugtimin nga Prishtina e viteve 90-ta për të pushtuar botën e modës në Londër. Nga puna e saj si dizajnere në shtëpinë e madhe e Giorgio Armani, sot shpirti i saj qëndron prapa një brendi Duplon London, një brend luksos e cila po i pushton revistat prestigjioze të botës si New York Times, Harper's Bazaar, së shpejti edhe Vogue Japan edhe shumë tjera. Një bisedë e lirë, intime dhe plot frymëzim. Mirë se erdhe në podcastin Jehona, Ruana Turjaka. Faleminderit, mirë se gjeta zamor. Ruana, është hera parë që ke ardhur në Salzburg. Ne patëm mundësinë t'je me shtit qytetin e Salzburgut, pra vendlindjen e Mozartit. Çka të pëlqeu në Salzburg? Një qytet shumë i ngjajshëm me Londrën, sa i përket arkitekturës. I qetë, i bukur. Unë për vete shijova shumë. Më pëlqej. Po. Qyteti i vogël, but pretty charming. Pretty charming, very charming, yes. Ruana, po ta kishe mundësinë më kthy në vitet 90-ta, me taku Ruanën e re, kur zbarkoi në Londër, pra prej Prishtinës në Londër. Çka do t'i thoshe asaj Ruanës? Me bot njëjtën rrugtim. Që ke bë deri tani? Deri tash. Kishe ndryshu kur gjë? Absolut asgjë. E çfarë të mungon më shumë ti kur je në Londër prej vendlindjes, prej Kosovës, çka të mungon ose ana sjelltas kur je në Kosovë? Ka shumë vite që jam në Londër, edhe thuja që jam rrit aty. Tash edhe këto vitet në Londër paka shumë ja kanë mujt atyre viteve që i kom pasën Kosovë. Kosovën e shijoj si çdo mërgimtar kur shkojmë verës, apo nëse m'bjen farasti që më duhet me qenë atje. Për ndryshe, Londrën e kam zemër? Zemër e shpirt? I can't help it. Londra është prap mbetet. Shqipëria, kjo. Kosova është prapë se unë gjithaj lidhi me Shqipërinë se shqiptarje. E vërtet. Që qenë shumë më mirë me qenë një. Gjithë do mbetet vendi i lindjes, po edhe Londra është shumë pjesë e madhe e jetës time. E Ruana, si fillon dita jote? Do thot një mëngjes ideal, çka është për ty kur e fillon me pi një kafe apo çaj me familje? Dita jam e fillon shumë herët. Fillon prej një ditë kështu e zakonshme është që shumë herët shkoj në gjim. Mandej prej gjimit kthehem në shtëpi, familja zgjohet, bëhet mëngjesi. Edhe një ditë normale si kur secili ka ato punët e veta, një në shkollë, një në punë, një tjetër në punë. Unë gjithashtu edhe ajo shtëpi qysh në fillim është plot, zbrazet për 10 minuta. Se secili e ka atë rrugtimin e vet. Rrugtimin, drejtimin e vet. Ruana, ti ke studiuar në London College of Fashion, një prej shkollave më të mira në botë. Edhe si ka qenë, çfarë kujtese ki gjatë asaj kohe? London College of Fashion është me të vërtet, nëse dikush don ndonjëherë me fillu rrugën e tyne në fushën e modës, University of Arts, që është pjesë London College of Fashion. Me të vërtet është the place to be. Kush është në lamin e modës. Tekstilit, gjithashtu aty hyn edhe këto aksesorët, këpucat, çantat,
është besa tash kanë fillu edhe një pjesë e jewelry. Me atë kohë s'ka pas? Apo... Jo, jewelry nuk ka qenë, kanë qenë këto aksesort, edhe moda, apparel, këto. Po tash kanë fillu edhe shumë deg tjerë me vite, na po flasim, kjo është viti 98. Shumë kohë e gjatë. Tash kanë shtu Ritz Institut, ka shumë lami të ndryshme, po në përgjithësi është kush don me studiu modën ose artin, the place to be. Preferohet të thotë. Absolut. Ka shumë emën të madh. Ruana, po kthehemi pak te vitet 90-ta. Ti ke qenë modele në kopertinat e revistave prestigjioze të Kosovës, siç janë Teuta, Kosovarja, do të thotë je marrë edhe me këtë pjesën e modelingut. A mund na tregosh se si arritet të jesh në kopertinën e këtyre revistave? Këto sfari, këto modelingu ka fillu në Londër. Ju kom rënë sy një agjencioni shumë të mirë, kom pas fatin me punu me ta, edhe prej aty ka fillu, jo prej Kosovës. A dhe më thënë ti e pas ke fillu në Londër? Po. Mandej kemi rënë kontakt, në vërtet, revista Teuta, me mu në Londër, edhe i kemi bërë disa kopertina. Për ta ka qenë, për mu ka qenë në shembull kënaqësi, pse jo. Besoj. A ke pas kështu mundësi të njoftosh edhe modele tjera të Londrës në atë agjenci? Po, agjencioni është një shumë në atë kohë ka qenë shumë i mirë. Kanë qenë plot disa edhe emra, tash nuk po më kujtohen, po ka pas mjaft modele jo prej atyne supermodeleve, po që kanë qenë mjaft njoftura në skenën e modës. E qysh ndryshoi ky këndvështrimi yt prej modelingut për me dalë këtë pjesën, do thotë prej që ke qenë para kamerës, edhe tani me ndru mbrapa kamerës ose dizajnimin e rrobave në kjo perspektiva, do të thonë që e ke ndru. Modelingu nuk ka qenë kur një diçka që kom pas qef vetëm ajo me reprezentu si Ruanën. Ka qenë një fillim, një pjesë shumë, edhe mbetet një pjesë shumë e vogël e jetës time, ku kom shumë memorit të mira, po ambicjet e mia kanë qenë shumë më të mëdha se ato. Kur e kom lëshu shembull Kosovën, sikur çdo shqiptar. Edukimi na u ka ndërpre. E jamja ka qenë se edhe i kom pas premtu edhe prindve që do e vazhdoj. Kështu që modelingu ka qenë një pjesë, si që thonë këta angles, një stepping stone towards my journey. Besoj. Ruana, të punosh për një shtëpi kaq prestigjioze, shtëpi të madhe si Giorgio Armani, besoj që është kulmi i çdo dizajneri ose dizajnere. Ja. Mund të na tregosh pak për këtë pjesë, edhe sigurisht që ke pas shpesh edhe kontakt me të ndjerin, zotin Giorgio Armani. Çka të ka lënë mbresa ose çka të ka mbet prej atij në jetën profesionale, po ndoshta edhe ato private? Të punosh me një brand shumë të madh, sikur Armani apo Dior ose këto brande tjera, është me të vërtet sfidë në ato të vetën. Mëson shumë, është një industri mjaft e rrept. Duhesh me qenë on your tippy toes, e shkast
për shumë sfida. Po ndërkohë edhe mëson shumë. Unë për veti si person jam rrit shumë sa kom punu aty. Më ka bo ma të fort, më ka bo shumë ma të zgjut, kur e ki shembull rastin me punu me atë kategorin ku është Armani të luksit. Mandej nuk e pëlqen edhe gjithë shkafin. Ajo është edhe një problem tjetër në veti, se mandej prej asaj edhe nuk mundesh shembull shijen e ngrit. Kështu që është edhe pak problem ma vonë se nuk të pëlqen edhe gjithë shka. A ke pas guximin me kundërshtu ose me jap shpesh herë edhe mendimin tënd? Pjesa jam ka qenë në buying office. Dizajnet edhe këto shumë tjera janë kry në Itali. Po më ka ra sa herë me taku se unë kom qenë në zyret e Londrës. Po, a i ka qenë shumë i angazhum, edhe pse baza ka qenë në Milano, a i ka qenë jashtë mase i angazhum me secilën zyre në për secilin shtet. Ka qenë i informum qëfar do në brendi ti me reprezentu në Londër, ngjyrat që i shkojnë shembull Londrës, koleksioni që është për zgjedh për Londër, ka qenë krejt shembull tjetër me marrë me Japoninë. Ngjyrat e tyre kanë qenë krejt tjera. Më ka ra sa herë me taku, po me sfidu, beso se ka pas zemër kërkush me po ato. As kërkush tjetër. Sa vite ke punu për shtëpinë Giorgio Armani? Prej 97-ës deri në 2001, kur e kom marrë maternity leave për vajzën e parë. Kur e ke lindë vajzën e parë. Ruana, na shpesh përdorim veshjen për të ndje emocionalisht ma të lumtura, ma self-confident për me pas, ma shumë vetë besim. Sa lunë rol veshja të një vetë besimi një gruaje? Si e sheti këtë pjesë? Vetë besimi mas pari do të me fillu prej si personi që shëndihet. Veshja është një plus. Po, unë besoj që ndihmon shumë për ajë personi mu ndih mirë. Kjo është një diçka që është testu me vite, ku femrat janë ndjerë shumë ma mirë me sa i përket teshave ose aksesor kur i kanë pas që i kanë përdor. A ke pas në një moment kur një fustan të ka ndryshu komplet mood atë djenjen që ndoshta e një... ajo gjithë është always. Kjo shpesh ndodh, besoj edhe të shumë femra tjera. Ja. Ajo, absolut. Është krejt si ndihesh. Në qofse në atë fustan, unë gjithë e thomë ato, mirë është ti me vesh fustanin, jo fustani ty. Exactly, bashkë ashtu. Fatkeqësisht, më bjen me pa shumë femra ku fustani e vesh ato. Po atë moment kur ti e vesh fustanin edhe ndihesh mirë, edhe të shkon, se edhe unë nuk është që më shkon gjithçka. Ka shumë sende që më rinë shumë mirë, ka disa që janë super në trend, unë look horrendous. Nuk më shkojnë. Edhe njeri është mirë me gjeta shembull ata që ka i përshtatët, e ndin vetën ma mirë, po ajo shkon edhe pak me përvoj. Mirë është me provu çka tren, çka nuk tren. Jo çdo send në trend është për ty. Për çdo kënd, për vërtet. Edhe ngjyrat nuk përshtaten secilës. Absolut.
Ruana, spontanisht më kujtu ty me të thirë me një darsëm si mysafire, po muj me paramendu që ti si zhyri i him kështu krejt femrave, si duket se je person shumë vizual, zakonisht artistat janë kështu. Ke pas ndonjë eksperiencë tillë ose sigurisht ke marrë shumë komplimente në këtë drejtim? Vjen me shku darsma në Kosovë? Po. Dasmat në Kosovë është sfidën në ato të vetën, për mu. Me krahasu shembull me sa darsma që kom qenë në Perëndim, janë komplet tjera. Femrat janë shumë ma shumë të maskume, dveshme jashtë masës, se cili send është i egzagerum. Perëndim njerëz vishën për me ndi to enjoy the wedding. Për me shiu dasmën. Për me shiu dasmën. Të naf konkurojnë pak ma tjepër, apo jo? Femrat me zveti kush ka vesh. Të na është krejt tjetër, s'po di qysh me thirë, është tjetër mood, është krejt është emancipimi. Fatkeqësisht me krahasu me dasme në Kosovë, na kemi mbet, Kosova ka mbet hala me ist. Ma tepër oriental. Oriental. Edhe është shumë ndryshe me këto dasma qaj. Kom qenë ftume në Perëndim. Sa i përket veshës, grimit, flokt, se cili sen ka qenë ma i egzagerum ka hona jonë. Po stili oriental. Na kanë sunduar një kohë gjatë dhe... Ruana, do të ti prej Giorgio Armanit e ke lind vajzën. Po. E mandej si ka qenë ky rrugtimi yt deri te brendi që e ke themelu ti Dublon London, pra një brand i stolive të argjentarisë. Mund të na tregosh pak për këtë pjesë? Dubloni është gjithë ka qenë në mendjen time me pas diçka timen. Këto aksesorët i kom shumë ma shumë pasion se shembull fustanat. Ka qenë një diçka që në qoftë se kisha hinë këtë lami, kanë qenë çantat, këpucat, ose argjentaria. Edhe kjo ka qenë në mendjen time, po para gjithë këtyne, unë jam një prind, një nan, një bashkëshorte, kështu që familja ka qenë rendin e parë, para gjithave. Tash, kur vajzat kanë fillu, janë rritë, për kujdesi jam është ma pak ndaj tyne, prapë është pak ma. Kom vendos me fillu, se kom di që është koha e duhur. Nuk ka qenë ma vonë, ma herët, edhe nuk kom dash me lonë ma vonë. Edhe kështu ka lind kjo pjesa ku kom vendos me hi në argjentari. është desht më këthy 2 vite tjera në shkollë, se është një edhe që e kam fashion edhe artin të krym. Argjentaria është krejt lami tjetër. është lami tjetër, është... E ka edhe gjuhën e vetë. 2 vite e kom studiu, me punu me metale, me gurzit e qmuar. Me gurz qmuar, gjysëm qmuar. Edhe kadale, kom fillu me i ti shambull ti bëj koleksionet,
edhe kështu ka lind dubloni. Dubloni. Pak t'ja u tregojmë shikuesve tanë, këtu e kemi logon, edhe ajo që më ra në sy, ka diçka shqiptare këtu. Mund të na tregosh për logon e dublonit? Emri është përzgjedh nga unë. Unë shumë i adoroj këto historitë e vjetra, edhe mundohna sa më shumë me i inkuadru në koleksione. Emri është përzgjedh, dublon vjen nga fjala spanjolle. Është monedhe e artë, është përdorën prej shekullit 16, besoj deri në 19, edhe është njoft si parja e piratëve. Kurse këtë logon e kom vjen burim, e ka pas ble një qilim shumë të bukur, edhe prej, në vërtet i ka pas marrës disa, edhe prej atyne i ka pas ra një vogël ka përmasën shumë të vogël. Edhe i ka pëlqy për logon time. Edhe po vjen kur erdhë ishëm Kosovë, edhe po vjen. E tha, a i ke vendos që ka po donë me qitë këto? Thash jo, se i kisha disa përzgjedhje, po ende nuk kisha vendos. Emrin e kom pas, po logon jo. Tha e kom gjetë. Thash okej, edhe kur për nxirë po ma tregon, ka qenë kështu love at first sight. Edhe nuk e kom mendu, absolutisht, thash, this is it. Dubloni, pra Dublon London, tani shkëlqen në shumë revista prestigjioze. Mund të na cekësh, ja këtu i ke marrë edhe disa me vete, për shikuesit tanë. Janë mbledh. Janë mbledh shumë. Po më duhet është me mendu gjitha. Për mi marrë krejt me veti pak vështirë. Edhe mund na tregosh si funksionon kjo pjesa, do thot atë kanë kontaktua ata ty, ku e kanë parë koleksionin, tani ne e dim që ti ke edhe je shumë aktive në rrjetet sociale, në Instagram, po si ka qenë ai kontakti që ty të kontaktoj? Kontakti i parë ka qenë nëpërmes Instagramit me një stiliste ku i kanë pëlqy jashtëmase. Edhe prej atuj të filloj e gjitha. Prej asaj jam pa mandej në magazinat tjera, edhe ka fillu sikur kjo snowball. I ka kërku mandej New York, kanë shku në Vietnam, Harper's Bazaar Italia, është Numero Switzerland, një tjetër markë është Sean, besoj mjaft e njoftun në botën e artit, Icon Artist edhe pilot tjera që janë edhe disa janë online. Çka ka qenë, do thot, ka qenë ndonjë unas, ose cila stoli u prezentue para? Kanë qenë pikërisht këto që i keti, lullet. Këto që i kam une, edhe pse unë i quj këto bombone. Mu më doken si bombone, se i kena shumë ngjyrat ndryshme, unë shumë i adhuroj, edhe vatët, pra edhe këto janë Dublon London. Ky është guri gjysëm i çmuar, turkuaz. Këto janë, ky koleksion thirrët botanika, edhe i ka 7 ngjyra. Janë vathat, është kjo pendant, edhe janë unazat. Janë të punuar në argjend, mandej janë në flak të arit, edhe janë të punuara vetë i preferoj shumë gurt natyral. Këta janë gjys të qumar, që janë turquoise, është në jade, citrin,
Garnet, për momentin ti ke këtë rose quartz, që është pink nude, mes dy ngjyrave. Turkojs është e kaltërta, vjen peridot që është një gjelbërt shumë e bukur. Jade është e gjelbërt e mbyllt, garnet është e kuqe e mbyllt. Kështu që i ka përshije Për çdo kënd. për çdo kënd. Unë i preferoj qysh i bënoj kështu. Unë e përshtata sot me Fustanin. Fustanin e përshtata dublonit. Me dublon. Me ngjyrat edhe janë shumë të këndshme. Faleminderit. Sinqerisht shumë i pëlqej. Edhe po kthejem këtë pjesën prap këtu. Ky koleksion a ka qenë njëra prej të parave, edhe kjo pjesa si funksionon, do të thënë spari e vizaton me një fletush, si është ky procesi, do të thënë për me ardhur deri te gishtat e Jehonas. Inspirimi zakonisht mundet me fillu prej gjithçka. Këtë botanika, që është ajo pjesa e luleve, është inspiru faktikisht prej luleve. Lulet i adhurojnë jashtëmase, edhe ajo, sikur dëshira ime ishte me i transformu ato në diçka në stoli, po me qenë dikun sikur natë si 3D. E kjo ka qenë pak sfidë për mu, derisa e kom bri, më ka vy kohë, se nuk kom desht kjo lulja me qenë kështu, si me thënë, flat. Ma shumë me qenë tridimensionale. Tridimensional, po. Kështu që inspirimi kësaj ka ardhur nga lulet, mandej fillon prej normal skicës, bëhen shumë, sigur me thonë, prova, apo mënyra e teknike, ku me ari është shumë lehtë me punu, se din ose me argjend, është një proces shumë ma i lehtë, kurse guri don pak mjeshtri. Kjo më ka marrë pak kohë, po e kom arrit në fund, se secili guri e ka atë bukurinë e vet, e ka atë sfidën e vet. Jo secilin mundesh me shndru në çka don. Ka ndodhur që i kom pas edhe disa gur tjerë, po nuk ka dalë aq bukur sa kom prit. Gurin ato të vetën ka qenë shumë i bukur, po kur e kom marrë me transferu në lule, nuk mu ka do kaq. Ndoshta atë ndriçim. Ja, nuk e ka pas atë bukurin që e kom prit. Po dhe çdo guri dallon. Edhe nëse është turkuaz, janë shumë variantat ngjyrave e shkëlqimit. Ka ndodhur që edhe tu ka thy gjatë krejt procesit punon, edhe në fund. Ja, ajo ndodh shumë horrible, që thonë të merr. Ja. Derisa ka ardhur te ajo finalja, ka qenë jashtëmase një sfidë për mu. Sfidat i kom qef, po më ka pas lodha jo derisa e kom mbri ata. Po, kur e kom mbri, kom qenë shumë e kënaqur me rezultatin. Shumë bukur. E di që e ke pas një sfidë kogja të madhe. Tani nuk e di, dush me ndihmu në cilën revistë, Zemra. Zemra. Më duke që është këtu në Elle. Është edhe në Elle edhe në Next Gen. Mund të na tregosh për këtë sfidë, edhe unë e di storin, po ndoshta për shikuesit tanë, dhe kjo koljer, po më duket është qafore. Qaforja, po. Qaforja. Edhe shpesh herë kam pa në faqen tënde të Instagramit, që është publiku në shumë revista. Zemra është pëlqy jashtëmase. Zemrën e kom për qef.
Ajo ka ardhur si produkt prej gurve që janë marrë në Trepç. Në Trepç janë marrë? Po. Oha! Ishim para sa viteve, edhe i patëm në atë pjesën e Mitrovicës, isha mjaft kurioze me shku, me pa qysh është, se i ndin këto lajme që ka bëhet në Mitrovicë, Tremçën e kom di si fëmijë, si minjer, po nuk më ka ra me pa, se e kom lëshu Kosovën. Edhe ka qenë për mu shumë një dëshirë me shku me i këshyr, gurt, edhe me pa Trepçën. Kemi pas fatet akum një djallë, ku i kishtë sa lidhje, ku pata mundësin me shku me vizitu, edhe i kom pas ble sa gur, edhe kur kom ardhën në Angli, kom pas fillu me punu zemrën. Mas pari prej ati gurit madh që e pa të marrë, është do në pjesë të vogla, edhe zemra është zemra si zemër, njëna prej tyne është dë bo pak ma letë, po që ka qenë për mu sfiduse, ka qenë që është një tjetër zemër që tirët broken heart. E ajo pjesë e ka një pjesë të vogël të hekme. E ajo ka qenë pak sfidë për me hek e mos mu thy kjo pjesa tjetër. Pajrat është si mineral edhe nuk është i letë me punu me ta nxehet shumë shpejt, mi jep shumë presion thehet, kështu që aty është dashtë me kështu tipitosa, me prej këto nopë, hajde këtë pjesën tjetër, derisa kom ardhë të ajo edhe ka dalë jashtë mase bukur, dë bjenë në sy. Po, është diçka unike, të është edhe për atë arsye shumë këto revista prestigjioze e kanë fotografu ose e kanë marrë në revistat e tyre. Mu më ka ra shpesh në sy. Këtu e ke? është në këta kopertinën. Për shikuesit tanë do të të në faqen e social media të Ruanës, aty njëri ishe. Ishe në gjitha, ja. është shumë special, a është e rëndë, se kështu duket kogja e madhe, e rëndë, ashtu më duket mu, është. Ruana, kjo pjesa e stolive, këto reprezentojnë edhe statusin të shumë njerëzve, do të thotë edhe në historinë e mëparshme, edhe tani si e sheti, do të thotë këtë pjesën e stolive. Si të çmuar, do të thotë gurzve të çmuar, gjysmë të çmuar. Stolit gjithë kanë pas një vlerë sentimentale të njerëz, edhe për mu është shumë personale. Reprezentojnë sikur gurt që shembull sikur këto unazat e fejesës, martesës, ka dhurata që u bohen njerëzve. Stolit për mu janë shumë personale. E këto që i ke tash vatë, i ko vrejt, qëfar motivi përmbajnë vatë të tua? Këto janë, ky është Aleksandri i Madh. Edhe tash mu ba shumë qefi që lexova me një biografi që i shkru prej një zonjës nga Shqipëria që po bjen që i ka edhe këto rajnjet shqiptare. Unë e kom marrë ata si figurë, se është një prej figurave ikonik. Ashtu e kom përdor edhe këtë dhijen që është në helmetën e Skenderbeut. Po e shofim të duart e tua, the goat. Mundona sa ma shumë me shti
histori, në diçka kështu shumë të vogël që mundesh me mbajt për çdo ditë. Përpos Aleksandrit Madh, a ke ndonjë ide tjetër? Kujt ja kishe dediku koleksionin tjetër? Skënderbeu? Skënderbeu e kom, I think e kom mbaru me to, me dhinë. Një prej vendeve që më pëlqen shumë është edhe Egjipt. Kom diçka që kom fillu edhe në atë pjesë. Jam shumë pasionona me historinë e tyre, ngjyrat, piramidat. Kështu që është një projekt që gati ka përfundon. Prap me ngjyra? Prap me ngjyra. Always. That's what I love. Yes, always. Përpos këtyne koleksioneve që ti ke, a kanë mundësi klientet me porosit direkt të ti, ndoshta edhe prej materialit të arit? Po. Kjo mundësi ekziston? Absolut. Si funksionon kjo pjesa? Tani besoj që do të keni interesim. Çdo që porosi që bëhet, tash e kemi fatin me këto rrjete sociale, me website, secila bëhet through the website. Po nëse ka ndonjë kërkesë diçka që nuk është aty, atëherë më kontaktojnë nëpërmes rrjeteve sociale edhe më pyesin a ka mundësi, shembull, kjo mu bo në këtë metal, edhe nuk pritojnë, nëse është diçka që mund të mu kry, pse jo. Po të gjitha janë në website. Çdo gjë tjetër që ka nuk është aty, ka shembull klienti ose personi tjetër preferencë, është e mundur gjitha. Sot edhe 18 karat. Absolut. Yeah. Ruana, shumë artistë thonë se pjekuria artistike nuk vjen duke shtuar gjërat, po duke i hequr ato. Do të thotë, sa ma thjesht, si e sheti këtë pjesën? More is less, or less is more? E ka paslon kjo quote e kësaj Coco Chanel, që thotë, para se me dalë, diko ose një event, heke sendin e fundit që e ke qitë. Unë s'kisha hek sot kur gjo, sendi fundit kanë qenë unazat. Je kompletu shumë mirë. Jam kompletu. Ajo është një quote për saj që ka njëherë e ke pa njeri shembull ngarkohet me do gjëra që ndoshta nuk i ki nevoj, e gjithë më bjen mend ajo edhe thomë, okej, qka ku muj me hek? Ka njerë jom shumë mirë, I'm okej, se s'ka qka mu hek. Po, ja, ka mundësi që take that off and then go. Tani ti ke edhe një talent tjetër, kjo është fotografia. Ti fotografon, shihet edhe të thot në këtë Instagramin tënd, ke fotot amazing. Faleminderit. Si lindi ky talent? A ke pas gjithmonë apo është imponun ndoshta edhe prej bashkëshortit, se e di edhe ai merret me fotografi, edhe ke fituar disa çmime në këtë drejtim. Mund të na tregosh pak më tepër? Fotografia është një diçka që gjithëm ka pëlqyer. Po kur nuk e kam marrë kështu afër zemrës me transferu, shembull në profesion ose diçka, po unë për vete I enjoyed it. Edhe u pëlqejke shumë edhe prej njerëzve tjerë. I kom pas 2 momente ku ato fotografi kanë mbri çmime, kanë qenë në vërtet momente shumë spontane, edhe njëna prej tyre është bërë edhe me mobile, se nuk kom pas kohë me nxerr kamerën aq sa shpejt. Janë 3 murgesha në Napoli,
edhe kanë qenë për 1 sekond të trijat të i këshyr njerës kalohën në plazh. S'kom pas kohë me nxerr kamerën, e kom përdor mobilin. Ajo ka qenë një prej 23 fotot, nuk ka fitu çmim të lartë, po ka qenë në ato 23 në Women in Arts në Britani. Në Britaninë. Glimpses of Serenity. Glimpses of Serenity, ja. Që i bjerë copsa qetësie. Ja. Mënyrën qysh e kanë shiku atë pjesë, edhe kanë qenë shumë okej udhet si murgesha. E kom pas emëru se u dufje gjdo shambull fotografi që shkon me pas emër, e kujt është. Edhe ajo ma merr ke mendja që o kom pas përshtat mas mirti me qatë moment kur o bo ajo fotografi. Edhe nuk do me thonë që i dvyn aparat i shtrajt, kjo has been proven, që edhe mobile i kryen punë, posaçërisht sot. Kur e ke syrin artistik. Ja, absolut. Është krejt e talenti. Edhe what you see that others don't. Po ashtu edhe fituese vendit të tretë në Shqipëri, Colors of Albania. Mund të na tregosh pak për këtë pjesë? Edhe ajo ka qenë një moment spontan, po aty është përdor kamera. Ishin në qendër Tiranës, ishim në pushim, edhe ish një grup i street artist që këndojshin në rrugë komunitetit rom. Edhe mu dok shumë një skenë tipike e street photography. Kështu që i kom pas pyet, tasha muj me fotografu, tha po. Edhe ajo ka fitu çmimin e tretë. Është mënyra si më shikojnë të tretë 3 instrumente ndryshe. Më pëlqen shumë, është një prej fotografive që shumë e pëlqen. Në Tiranë? Në Tiranë. Në gjatë pushimeve verore? Ja. Këto nuk ka pas kurfar montazhe ose photoshoot. Disa prej fotografive besoj më të mirat janë që bëhen spontan. Janë momentet that you catch. You catching the moment, absolut. Ruana, si e shikon lidhjen midis modës, argjentarisë dhe fotografisë? Është një trekëndsh kreativ për ty? Bermuda Triangle. Bermuda. Mundemi me thirr lirisht. Se cila e ka ato kreativitetin e vetë, po unë e besoj pasioni është shumë me rëndësi. Njerëz duhet me besu në ato që ka veprojnë, edhe mu si Ruan nuk, në qoftë se dikush më kishton me danjen prej tyne, nuk kisha mujt. Se me të vërtet të trijat më bëjnë të lumtun kur merrna me to. Pa ato zban, se cila e ka vendin e vetë. Absolut, ja. Ruana, ti përveç të thot argjentarisë, modës, fotografisë, ti po ashtu e menaxhon disa beauty salons në Londër. Si ja del, sa është sfiduese për ty si grua shqiptare me biznesin që ti e drejton me konkuru në tregun kaq të madh britanik? Ato janë pjesë e bashkëshortit tim. Ajo është një njeri shumë kreativ, edhe ka mbri me i përpunu ato. Janë shumë salone prestigjioze në areja shumë të mira. Edhe
është një sfidë që është krejt tjetër prej asaj që ka unë kom pas ma përpara, po jam një ndihmë shumë e vogël e bashkëshortit tem në këtë sfidë. Zakonisht ai është the creative director of everything. Unë jam sikur një krah I djathtë, një ndihmë e vogël aty. E vogël jo. Ndihmë shumë e madhe. Si nën e 2 vajzave edhe bashkëshorte për, nëse s'ka boj 27 vjet, çfarë të ka mësuar jeta familjare për suksesin dhe lumturinë? Për mu, krimi më I mirë imi që është që vjen prej Ruanës janë vajzat. Familja për mu është numër 1, nuk vjen askush para tyne. Jo mundu në ata timën që me I mbajt paralel, po përparësi gjithë ka pas familja. Nuk është diskutu. Kur ka ardhur diçka, për shembull ato projektet e mia ose ndjenjat e mia kanë qenë anash, primare ka qenë familja. Me një angazhim kaq të fuqishëm profesional, sa hapësirë mbetet për Ruanën? 0. Mërmendje. Literally 0. Edhe Ruana e ka kohën e vet. Mundohem me pas kohë pak lirë për vete. Me pas udhëtime që pak edhe mu qlodh. Udhëtimet I keni pasion si familje. Aty ndoshta e merr edhe inspirimin, apo jo? Absolut. Udhëtimet janë diçka që të ndihmojnë si person, si me ta thënë, jo mu zhvillu, po sikur mu rrit. Vërtet. Mundohemi sa ma shumë me kalu kohë bashk, si me vajzat, po ashtu edhe me bashkëshorten. Kështu që Ruana besoj që ja del me I mbajt të gjitha kapak. Nëse Ruana gjen kohë për veten për me bo sport, këtë e di, edhe I adhuron malet. Po. Shumë. Sfida jote më e madhe e kësaj pjese ka qenë Mount Everest. Po, na kemi qenë deri në atë pjesën ku është e vështirë me shku, po jo edhe aq. Everesti ka qenë një prej pasioneve të mia shumë të para, po mundësit shembull kanë qenë tjera. Vajzat kanë qenë të vogla, kështu që është dashur me prit kohën me ardhë për me shku me sfidu malet. Na ishim deri një pjesë deri në besoj te 6000 metra, që ka është sfidë, po nuk është ajo sfida që tjerët e bëjnë kur shkon deri në maje. Ajo është krejt tjetër nivel. Aty ende nuk e kam sfidu vetën. Do shta ndodhë dhe kjo në të ardhmen. Who knows? Maybe. Ruana, tani po kaloj me një pjesë shumë të veçantë. Shikuesit tanë, pra shikuesit e mi dhe të Ruanës, që na ndjekin në rrjetet sociale, ata kanë treguar jashtëzakonisht interesim për disa pyetje ku edhe na I kanë dërguar.
Edhe dojnë me ditë, tani po I lexoje këto pyetjet. E disa prej tyne, kanë që shumë pyetje, po e kemi marrë vetëm disa. A je realisht aq e sigurt në jetën e përditshme sa dukesh në Instagram? Sikur çdo njeri, kam edhe ditë shumë që ndihesh shumë mirë, po edhe ka ditë kur I doubt everything. Kështu që si Ruani kam edhe ditë mira, po edhe ditë të vështira, si të gjithë. Po besoj që je autentike. Po, absolut, absolut. Ajo është një gjë shumë primare në jetën tëmë, që ka jo mundu atë m'ja u jep edhe fëmijëve, që me qenë sa ma autentik, jo për njerëz tjerë, po me fillu për veten mas pari, mandej tjerët. Pyetja tjetër, Ruana, kush është Ruana kur kamera është e fikur, është off? Non. Mas pari. Kush është personi që ka ndikuar më shumë në jetën tënde? Bashkëshorti jam. Kemi edhe sot e asaj dite, kemi shumë sfida mes njëri tjetrit e gjallën gjallër. Kështu ai ka qenë personi që më ka sfidu prej ditës parë edhe vazhdon. Sa bukur. Çfarë nuk do të tregosh kur në Instagram? Mundohem fëmijët, jetën private përveç par ditëlindje ose diçka. Vajzat kam qef shumë me I mbajt privasinë e tyne, nëse dojnë ato me tregu diçka, e kanë drejtën se janë tash përmi 18 vjet. Po ajo kishte qenë diçka që nuk e kam bë shpesh aty këtu. Besoj kjo është. Kjo pjesa. Ja. Cili ka qenë momenti më I vështirë në jetën tënde që të ka bërë më të fortë? Kur e kom lëshu Prishtinën, edhe kom ardhur në Londër. Shumë e re kom qenë. Nuk kom ditë as, si thojnë, me mbaru. Ka qenë nuk I kom pas prind afër, se jam mësu për gjithçka mi pasi krah djathtë. Aty kom qenë vetëm me vllaun, kemi qenë shumë të ri. Edhe ajo ka qenë për ne të dy, jemi rrit bashk, edhe kemi pas shumë sfida që sot e asaj dite na kanë bërë shumë të fortë. Besoj. Çfarë admironi më shumë te bashkëshorti tuaj edhe sot? Besnikrinë e tij që e kam. Sot e asaj dite është I njëjti njeri që e kam taku para 27 vite. Njëjtat sende I ka bo, njëjtat sende I ka premtu, I ka mbajt edhe I mban. Edhe pyetja e fundit, Ruana, çfarë do të thotë dashuria për ju sot, krahasuar me ditët kur u martuat? Nuk ka ndrru shumë, veç se jemi bo ma të fortë. Njihemi ma shumë, ja dim njëri tjetrit tiparet, çka kemi qef, çka nuk dojmë. Për mu, veç ka është bo ma e fort me kohën. Nuk ka prish, ka shku e kundërta. Shumë bukur e the. Ruana,
Shumë faleminderit që ishe pjesë e podcastit Jehona. Faleminderit edhe për teje. Edhe që na more në këtë botën e modës, e argjentarisë, e stolive, fotografisë. Ishte shumë kënaqësi, plot frymëzim. Shikues të dashur, shpresoj që dhe ju e shijuat këtë intervistë me artistën tonë Ruana Turjaka. Nëse ju ka pëlqyer ky edicion, mos harroni të na ndiqni, të bëni subscribe dhe të ndani me miqtë e juaj. Edhe për femrat, besoj që do të kenë shumë interesim. Ruana është shumë aktive në faqet në rrjetet sociale, sidomos të Instagramit. Edhe faleminderit që na shikuat, ju duam shumë.